Mund të jenë gjurmuar për herë të parë fijet e fshehura të lëndës apo materjes së errët që fshihet në universin e dukshëm. Teoria kozmologjike parashikon se galaksit janë futur në një rrjet kozmike me gjëra, shumë prej të cilave janë përbërje të errta. Astronomët arritën të merrnin imazhet e para direkte të një pjese të këtij rrjeti, duke shfrytëzuar faktin se një objekt ndriçues të quajtur quasar mund të sillet si një dritë vezulluese kozmike natyrale. Detaje mbi këto punime janë përshkruar në gazetën Nature. Quasar, që shtrihet rreth 10 bilion vite dritë përtej, mund të ndriçojë një re gazi 2 milion vite larg. Gazi i ndriçuar duket se gjurmon fijet e përbërjes së errët që fshihet poshtë. Ne mendojmë se kjo është një pjesë e një fije që mund të zgjatet përtej asaj që shohim ne, shprehen specialistët, por ne shikojmë vetëm pjesën e fijes që ndriçohet nga quasar. Për disa vite, kozmologjistët kanë zhvilluar stimulime kompjuterike për strukturën e universit për të ndërtuar modelin standard të kozmologjisë. Llogaritë e tyre tregojnë se ndërkohë që universi zgjerohet dhe formohet, lënda grumbullohet në fije dhe nyje, nën forcën e gravitetit si një rrjet kozmike gjigande. Tashmë ne kemi matje të sakta rreth sasisë së lëndës së zakonshme dhe lëndës së errët në univers, përfundojnë specialistët.